Deputeti nga radhët e AK-s, Bek Berisha, ka folur për bllokimin e institucioneve të vendit, ku nuk arrin të konstituohet Kuvendi i Kosovës. Berisha, i ftuar në emisionin Presim në televizionin të shtatë, ka thënë se krejt kjo situatë është shqetësuese. Kemi thënë opsione, situata është shqetësuese, nuk është për me kesh. Kështu nuk ka as në Afrikë. Jemi në një situatë ku kemi dalë prej tradite. Përqamja është aq e madhe sa që nuk kemi mundësi as me komuniku mes veti, si njerëz se si deputet e populli po na sheh. Partia më e madhe i ka fajet, se aty ju takon me gjetë zgjidhje, mirë po nuk ka as komunikim. Tukje Berisha ka shpjeguar pse e ka shkruar statusin, ku e përmendi edhe gjavderdhjen. Me tha se nuk ka kërcënuar askënd, mirë po rrethana gjeopolitike që po ndodhin edhe në Kosovë sipas tij, mund të çojnë deri në gjavderdhje. Nuk ishin lajmëruar qindra njerëz, se ky e përmendi gjavderdhjen. Ta shpjegoj për ata që dojnë me dëgju, unë mendoj që janë ndër të paktët të informuar në Kosovë se qysh mundet me shku rrethanat. E ke një luftë që po ndodh në Ukrainë, e ke Palestinën, që pothuajse u bë gjenocid. E kemi pas sulmin terrorist në Mitrovica dhe pushteti jon e shpalli fitoren. Kështu ndodh, shkon rrjedha edhe bëhet gjavderdhja. E kam obligim si njeri zgjedhur se nëse na sillemi si të papërgjeshëm në këtë formë kemi me shku edhe deri aty. Nuk e kam kërcënuar kërkon, mirë po rrethana gjeopolitike janë që as thoj edhe në Kosovë që mundet me ndodhe edhe me shku të gjavderdhja, përfundojnë ndër të tjera Berisha.